Paka shumë ajo që ti the është që jemi në ato nivele ku jemi, po Izraelit nuk e kemi në këto sulme. Ndërkohë Jeruzalem Post njoftonte për bunkerë që po bëhen gati. A mendon se Izraeli do t'i bashkohet kësaj fushatës? Ja, nuk mendoj që do i bashkohet në qoftë se Irani nuk e godet Izraelin. Deri tani po Irani nuk e ka goditur Izraelin. Jo, nuk e ka goditur, kjo është e vërtet. Pra nuk do ta godas nëse Irani nuk e godet. Po, nuk do të godas, ky është qëndrim i qartë i tyre. Ne nuk do godasim, nëse nuk na godasin. Ky ka qenë gjithmonë qëndrimi i tyre për Iranin, por pikpyetjen, arsyeja pse ndodh, domethënë, është fakt shumë i thjeshtë, domethënë ti je duke përballur në një konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me fuqinë ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk bën sens logjik që ti të rrisësh numrin e kundërshtarëve tu. Pra, janë 300 avion Frot 35 në ajër që janë amerikan, pse du të shtosh dhe 200 tjerë izraelit, domethënë që mund goditen më shumë objektiva në Iran. Pra, nuk bën sens për Iranin që ta përhapi konfliktin dhe të fusi brenda në konflikt të fusi. Dhe një tjerë. Pra, në ana e strategjisë ushtarake nuk bën sens për Iranin që të kryejë një veprim të tillë. Dhe kjo është arsyeja që edhe Izraeli për shembull në këto momente është duke kryer, po themi, edhe ndonjë kundërpërgjigje ndaj Hezbollahve apo ndonjë goditje brenda në Gaza për element që ai quhen të armatosur, dhe Irani nuk i kundërpërgjigjet fare, as Huthit nuk janë ndjer, as pra duke se ruhet. Po kjo nuk do të thotë që Izraeli nuk bëhet gati dhe përgatit bunkere, se thotë në një moment tjetër mund godasin, ne do të jemi gati. Si do të jemi gati dhe ne fatikisht Jo, te ne do dalim ditë tjetër, po sot këtë marrëveshjen arabish, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Arabi Saudite, këtë marrëveshjen e proliferimit bërthamor, si e lexove? Ndërkohë Shtëpia e Bardhë shtoi dje që kusht për këtë është vendosur, domethënë ato rikthimit e akordit Abrahams edhe njohja e shtetit. Tani ka një e para në kuadrin e përgjithshëm, siç tham për këtë. Nafta nuk është e pafund. Nafta do mbarojë një ditë. Rezervat e naftës do mbarojë një ditë. Edhe ti pastaj do të ngeli në dorë një infrastrukturë e cila është bazuar tek nafta. Dhe që është energjia e saj është tek nafta. Pra e bazuar tek nafta. Në këto kushte ty të duhen burime të tjera energjetike. Dhe burimi më i mirë energjetik në këtë rast për Arabinë Saudite është energjia bërthamore dhe energjia diellore, duke qenë se është në vend shkëtir dhe mund vendosi panelit së dush. Po ajo që është më e sigurta mbi të gjitha është në kuptimin e qëndrueshmërisë prodhimit është energjia bërthamore. Dhe nuk e ka vetëm Arabia Saudite, ka një marrëveshje të tillë edhe me Emiratet e Bashkuara Arabe, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë po të njëjtën marrëveshje me një diferencë thelbësore që nuk bien sy më pamet parë, po ta lexosh tekstet e marrëveshjeve, kupton që nëse në rastin e po themi të Emiratet e Bashkuara Arabes kishte kushte shumë të qarta dhe shumë specifike për monitorimin edhe për mos lejimin e krijimit të një pasurimi dhe krijimit të një arme bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për Arabinë Saudite kjo klauzol nuk është. Pra do pasurohet uraniumi, do ndërtohen ato, po themi, centralet bërthamore të tjera, por mekanizmet e kontrollit për të mbajtur në kontroll sa uranium pasurohet dhe deri në çfarë mase pasurohet, me Arabinë Saudite kjo gjë nuk është specifikuar në këtë traktat. Pra, do ketë mekanizme kontrolli, po jo si në rastin e Emiratet Bashkuara Arabe që mbahet me shumë kontroll. Tani, këtë duhet ta lidhim me kërcënimin që ka bërë Arabia Saudite që më përpara, që ka thënë nëse Irani do ketë armë bërthamore. Arabia Saudite ka përgjigjur dhe ajo armë të saj bërthamore, ka për t'i blerë apo ka për t'i sajuar këto të tjera. Pra, një veprim i tillë i le hapur mundësinë Arabisë Saudite që nesër pas nesër të mund të krijojë edhe vetë ajo armët e saj bërthamore. Nuk thuhet specifikisht,
por i lihet, po themi, nuk është aq strikt kjo marrëveshje sa që ishte në Emiratet Arabe. Prandaj ka patur një reagim Bernie Sanders, Endri, se po e lexoja sot, domethënë raport me këtë mundësinë që një diktaturë, thoshte Bernie Sanders, të ngjashme me regjimin iranian t'i jepet në dorë. Domethënë ideja e Sanders ishte kjo. Ti shkon dhe sulmon një shtet si Irani, i cili konsideron një regjim etj, ndërkohë Arabi Saudite, që për Sandersin është gjithashtu një regjim dhe një diktaturë, i ofron të njëjtën mundësi. A ka sens e gjitha kjo? Tani, nuk janë një lloj Arabia Saudite me Iranin. Arabia Saudite, është, po themi, nuk është demokraci, është monarki absolute, siç janë dhe vendet tjera të Xhirit, pra ti ke, po themi, Katarin, ke Kuvajtin, ke Emiratet Bashkuara Arabe të tjerët, janë monarki, janë mbretëri me pushtet absolut të mbretit apo princit kuror ose apo të emirëve, ata që janë, po themi, drejtues. Dhe kjo është ndryshim nga Irani, i cili thotë unë jam demokraci, thotë se bëj ato zgjedhjet. Por në drejtim të politikës së jashtme nuk ka pasur, po themi, atë ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve të tjera, siç ka pasur Irani nga ana Arabisë Saudite. Arabia Saudite është përfshirë një herë në konflikt me Izraelin në 48-ën, ku ka qenë lufta e parë, dhe më mbrapa nuk ka marrë pjesë në asnjë konflikt ushtarak. As nuk ka sulmuar. E qartë, ndërkohë Irani po thua Irani me politikën e vet ka sulmuar, po themi, ka pasur konfliktin Irak-Iran, është futur me Hezbollah duke bërë rëmuj, po themi, në Liban, është përzierë me Hamasin, është përzierë me Houtin në Yemen, ka tentuar të bëjë grush shteti në Bahrein. Bahreini është një situatë shumë specifike, shumica e popullsisë është suni, është shia, kurse monarkia është shiite. Sunite. Po, është sunite. Po, problem. Pra, monarkia është sunite dhe ka mbështetjen e po themi, vendeve të tjera të Xhirit, ndërkohë që popullsia është në shumicë shiite. Dhe kjo krijon atë konfliktin në Bahrein, të cilin Irani u përpoq ta realizonte me një grusht shteti. Pra, në qoftë se është e vërtet që nuk është se është ndonjë demokraci, por në drejtim të marrëdhënieve me të tjerat, Arabia Saudite është treguar më e përmbajtur. E qartë. Më e përmbajtur. Pastaj, në kuadër të asaj të financimeve që Arabia Saudite ka bërë për grupe të ndryshme që ka qenë në botë, ka ato që janë, po themi, duhet kuptuar që Arabia Saudite nuk është se është një unison i madh, pra ka njerëz që janë atje, qoftë familjes mbretore apo që janë të tjerë, të cilët kanë një pasuri jashtëzakonisht të madhe për shkak të tregtisë naftës dhe secila për këtyre familjeve mund të mbështesi, po themi, edhe grupe të ndryshme ekstremiste. Pra, nuk i mbështet familja mbretërore, po del një, po themi, si thua, nuk i mbështet mbreti, po del një kont, po kapim idenë e Evropës, i cili mbështet një grup ekstremist diku, po themi, në Yemen, apo në Etiopi, apo në të vendet në Sudan, në cilët janë përzierë pra këto të tjerë, por nuk është se është politik shtetërore. E vetme herë që kanë bërë ndërhyrje ka qenë, po themi, në trupat jashtë Arabisë Saudite, ka qenë në Yemen, pa dhe kjo ka qenë pas kryengritjes që bëri pra Houthit që tentuan të Houthit sërish e kanë bllokuar, i kanë shpallur blokadë Arabisë Saudite. Dhe pra po ta shikosh në këtë drejtim, është e vërtet që nuk është demokraci, por është treguar më e përmbajtur në raport me vendet e tjera. Siç është dhe Kina, nuk është demokraci Kina, por është treguar e përmbajtur në raport me vendet e tjera për të përdorur potencialin e vet. Jemeni, Arabia Saudite, Houthit sapo kanë shpallur blokadë detare për Arabinë Saudite. Si e vlerëson këtë situatë dhe çfarë mund të prodhojë në raport me të dy vendet? A mund të kthehet kjo në një arsye të një konflikti të ri midis Arabisë Saudite dhe Houthit? Konflikti është ekzistues domethënë qëndron. Jo, a mund të ndizet? Jo, a mund të ndizet? Dhe ata që po vuajnë kryesisht në këtë rast është popullsia e Yemenit. Yemeni, domethënë është
çdo 6 minuta vdes një fëmijë nga uria, domethënë në Yemen. Nuk flitet në botë sepse është kështu, por është realisht situatë shumë e keqe nga ana ekonomike. Është, domethënë, lufta aty ka shkatruar çfarëdo lloj gjëje, fraksionet e luftës aty kanë bërë të pamundur po të jetesën për njerëzit e thjeshtë, si jetojnë kufit ekstrem të varfërisë. Domethënë, është një nga vendet që të vjen keq, po nuk ke çfarë i bën, domethënë, sepse nuk e ka vëmendjen e botës siç mund ta kenë rajonet e tjera të xhirit. Pra, flitet 100% kohës flitet për Palestinën, por nuk flitet për tragjedinë që ndodh në Yemen, për tragjedinë që ndodh në Sudan. 2 milionë të vdekur në Sudan nga uria, apo në Somali, apo në vendet e tjera. Pra duke sikur vëmendja e botës përqendrohet në një pikë të botës, por për këto vendet e tjera askush nuk merr përsipër për të flasë as fjalë. Dhe që janë tragjedi, kur them 2 milionë të vdekur në uria, e kuptoni se sa çfarë shkallë e madhe. Dhe në Yemen, një pjesë e kësaj që ka ndodhur, është edhe për shkak të konfliktit që kanë Houthit me Arabinë Saudite, sepse Arabia Saudite i ka vendosur blokadë. Pra, Houthit. Është Arabia Saudite që ka vendosur blokadë Houthit, blokadë në cilën e kanë të vështirë ata të kryejnë tregti apo të kryejnë marrëdhënie ekonomike të tjera. Pra, edhe ky rezultat që ka ndodhur sepse Houthit kanë, nëse mbani mend, jo vetëm që kanë goditur atë që ka qenë qeveria legjitime, po themi, dhe kanë marrë me grusht shteti nëpërmjet, po themi, bashkëpunimit edhe me pjesë të tribuve sunite, pra kur e kanë kryer grushtin e shtetit para 20 vjetësh. Por, njëkohësisht, Houthit, po themi, kanë goditur dhe atë që kanë qenë rafineritë e naftës Aramcon, për shembull, dhe kanë goditur disa herë me raketa iraniane, pra në Iran. Dhe në kundërpërgjigje, Arabia Saudite një herë ka nisur forca në drejtim të, po themi, të Yemenit, ka arritur të krijojë një zonë në të cilën, po thot, këtu jam unë. Nuk janë vetëm ato, janë dhe Emiratet e Bashkuara të Arabe, të cilët janë prezent në Yemen, pra për të stabilizuar situatën, dhe një përplasje midis zonave ku ndodhen ata të Emirateve Arabe dhe të Arabisë Saudite ka krijuar dhe probleme diplomatike midis dy shteteve, kjo situatë aty. Dhe pjesa tjetër ku janë këta që janë Houthi është një pjesë në cilën ata janë mbajnë në këmbë nga ndihmat që marrin, pra ndihma ushtarake që merren nga Irani në kuptimin e atyre materialeve ushtarake të tjera, bëjnë të mundur mbajtjen në këmbë të asaj infrastrukture ushtarake të Houthit, të cilët njerëzit vdesin për bukë, fëmijët vdesin për bukë, ama ka raketa që vlen miliona euro. Dhe kjo situatë tani varet se sa do zgjasë. Dhe Houthi, po ta vësh re, pavarësisht folurës së tyre, situata ekonomike sa vjen e bëhet më e rëndë. Dhe Irani tashmë duke marrë goditje nga ana e, po themi, Shtetet Bashkuara të tjerë, nuk ka mundësi ta furnizojë shumë. Kështu që do të vi duke... Dhe Houthi tashmë janë midis kësaj që duhet të qëndrojnë me Iran, sepse mbijetesa e tyre varet nga Irani, por në ana tjetër edhe po egzageruan shumë. Rrezikojnë ekzistencën. Pra, janë duke bërë ato deklaratat e tyre, bëjnë ndonjë goditje, por jo po themi që të shkojnë all in, domethënë që të futen komplet luftë totale.